Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej shenjave të kiametit është koha ik shpejt. Dhe secili prej nesh në biseda e sipër e din se dhe bisedon dhe thot sa shpejt po më shkon dita, sa shpejt po shkon java, e sa shpejt po vjen viti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shenjave të kiametit është se njerëzve do t'ju i koha në përdor, viti do t'i bëhet muj, e muj bëhet sikur se java, e java si dita, e dita si një qast. Por me gjithate, edhe pse koha ik shpejt, ajo regjistron gjithë shka që ka bon njeriu në jetën e bote. Madje vëllezër të dashur, është interesant që njeriu është pjesë e kësaj kohe. Sa herë përëndon dielli, ne ka marrë ka një pjesë të jetës. Sa herë shkojna me fjetë mramje, ta dish, ta ka paksu një ditë ma pak të jetës tonë dhe tëna. Dhe tha një prej shokëve të pejgamberit, ta çudi me njerëz, kur ta numrojnë pasuri dhe ju del pak, tha ban marak. Nuk ka paksu pasuria, a nuk ban marak që për çdo natë ku shkojna me fjetë. Më ka rastis me taku dhe njerëz në sahatin e vdekjes, të cilët kanë pretendu se janë të paprekshëm. I kanë ndëru Zoti me pasuri, me shëndet. Vallahi që s'ka Zot për veshtina. Një prej tyre që kanë pas rast me pa, ka kërku më taku, ma kap dorën dhe thot, kam frikë, shkam gjanë nesër. Çka më të thonë këtë moment të vëlla? Kur dash mi thonë që të fjalë që mi thave sot, o kanë dash me i ditë kur ke një moshë madhore. Se bota ka më të tratu, krejt kanë më të lamë dhe i dashur. Ama përgjësin s'ta e kërkush. Përgjësin e veprave tua dhe të mijat se merë kërkush për sipër. Edhe me dash me marë. Dhe pyta ka shpëtim, veç ai nalt, Rabbul Alemini, e ka fatin ta në dorë më tashti. Por ta dishet e Zoti Madhreshëm, asgjë kësaj bote nuk vlen, sepse Allahu nuk gjykon me pasurisë e bote. S'blejet më gjykimi para Zotit Madhreshëm. Anaj na kanë në jetë dhe kena shfrytzuar kartën e jetës në rrugë gabune. Pra të dashur vëllezër, ndoshta është viti ku kalkulojmë se cili prej nesh sa kemi fitu, edhe sa kena humbë, edhe çfarë plane kemi për jetën. Veç mos harro me një çështje fletorës, veç shkruaje çka do të jetojmë Zotit nëse ky vit është i fundit për neve. Dhe me shka kina me arsitu nese për Allah Azza wa Jall. Dhe shruaj një resht, a kam planun për xhenet Allah, se për dunja po i shumë i planet, ama cila është plani që kiti me shku në xhenet, cila rruga jote që qënë xhenet. Dhe Allah o thanë në Kur'an, e dini tha kush ka fitu dhe kush ka humbë? Tha ka fitu a i cilin nesër jeta dëshmon pozitivisht për ta, dhe ka humba i cili jeta bëhet kundër dëshmitar për te. E ne duam të dashur vëllezër që Zotit na përmison e tjetojmë, sepse fundi çdo ditë është e jona. Jeta njeriu zvarret për vitet. E dini vëllezër që sot kur përfundon 31 ditori, hini në statistika këshire sa njerëz ma nuk janë gjallë në mesin tonë, që kanë planifikuar me tu gjatë, s'janë më mesin tonë. Sa njerëz kanë pas plane 10 vjeçare për dunjan, kanë harru sa i që vendos për fatin tanë është Rabbul Alemini, e kjo është e msheft. Prandaj, bane planin me Zotin e Madhreshëm, shijohe këtë jetë që ka thonë Zotin e Madhreshëm,